sido që tjetë. Megjithatë mund të konsiderohet tek të rinjt apo jo? Padyshim. Ndryshimet e tjera besoj që kanë qenë të imponuara në një farë mënyrë nga lëvizjet që janë bërë në kuadër të çështës Balluku, pasi do duhej një njeri që të merrte postin e zëvendës kryeministrit. Rama ka zgjedhur që ky të mos ishte dikush që mban edhe portofolin e një ministri, siç ishte rasti i zonjës Balluku, apo siç ka qenë më herët rasti i zotit Ahmetaj, por u zgjodh një njeri që të mbajë vetëm portofolin e zëvendës kryeministrit, siç e pati zoti Braçe për një farë kohë të shkurtër. E qartë. Po pse zgjodhi zonjën Koçiu për shembull? Kikia se nuk më domethënë duket si nuk mendoj që janë emra të rastësishëm. Pra, pas çdo vendosje, pas çdo ndryshimi, ka një arsye. Qoftë kjo arsye për anën personale të secilit për individëve të vendosur apo të larguar, apo për arsye të tjera që mund të vinë si nga brenda dhe nga jashtë. Padyshim që asgjë nuk është e rastësishme. Zonja Koçiu është një nga njerëzit më të besuar të kryeministit Rama, ka qenë një zyrtar e nivelit lartë në kryeministri prej kohësh, ka qenë drejtoreshe e shërbimit të brendshëm e departamentit të administratës publike. Më pas ka mbajtur disa portofole dhe ju besua së fundi Ministria e Brendshme, dhe po të mbajmë mend ne kur mori detyrën, ishte e para grua që e mbante këtë detyrë, po. Merrte detyrën e ministrit të brendshëm, megjithatë Rama përpoq që ta bënte më civile detyrën e saj në raport me policinë e shtetit, me luftën kundër krimit e kështu me radhë, duke i thënë që merret policia me këtë punë, Ministrinë e Brendshme duhet ta shikojë të merret me çështjen e adresave, duke referuar kaosit urban në Shqipëri, mungesës orientimit e kështu me radhë. Por pas 6 muajsh i beson postin e zëvendës kryeministrit, i cili pikërisht duke qenë se është personi që do të firmos në emër të kryeministrit, zoti Rama e ka pas deleguar me kohë firmën e tij tek zëvendësja dhe shumë vendime, drafte akte që kanë dalë nga Këshilli i Ministrave mbajnë sot firmën e zonjës Balluku, që ka qenë zëvendës kryeministre, dhe tashmë do të mbajnë firmën e zonjës Koçiu. Dhe rikthehet në Ministrinë e Brendshme një ish zëvendës ministër i brendshëm që përgjigjej për çështjen e krimit kundër personit, siç është zoti Lamallari, që pati një eksperiencë modeste në kohë në Ministrinë e Drejtësisë. Po, Ministrinë e Drejtësisë. Pra, këto janë lëvizje që u diktuan dhe u imponuan nga lëvizja e zonjës Balluku, e cila liroi 2 vende njëkohësisht dhe u bë ky trazim